Duhet që morëm gjop. Jo. A thu? Po. Përshëndetje të gjithëve, sot do bëjmë i Tesla Model 3 Performance 2023-shit. Tesla si na bo akoma deri tash, elektrike kena bo ca. Tesla është kompania që ka ndryshu, ka bo revolucion te kjo bota makinave, mos makinat elektrike normal, se vetëm elektrike prodho. Edhe fal Teslas kena sot gjithë të kompani tjera kineze që bëjnë makina elektrike. Model 3 është modeli dytë që ka bo Tesla, pas Model S-s, dhe ky është facelifti Model 3-shit. Jo i funit fare, se mas saj ka dalë dhe i riu, po është facelifti Model 3-shit dhe versioni Performance. Baterinë e ka 82 kW, ka 520 kuaj fuqi, 2 elektromotora, një para një mrapa, është 4x4, edhe tork mbi 700 Nm. Mjaftueshëm që të shkojë 0-100 për 3.2 sekonda ose më pak. Tash si dizajn, Teslat përgjithësi janë thjeshta, janë bo më shumë në lidhje me funksionin, form follows function, i kanë bo aerodinamike, nuk është se kanë super dizajne që t'jenë lodhë për ta kriju si që bo Pininfarina, po nuk janë asë shumë tuta në fakt. Kjo është si këto mouse-at që kena pas të kompjutrave atëhere, po pak më mirë, ajo modeluja është më shumë tut, kjo është mirë. Dritat i ka Matrix, ka bagazh edhe para, benefiti është që nga që është me bateri dhe i ka bateri gjitha poshtë, para ka vend për bagazh, e vendosi çantë, valigje këtu ke vend. Benefiti tjetër është që nga që ka baterit poshtë, ke qendrën e gravitetit më t'ulët edhe është e mirë në kthesa, s'ka body roll shumë. Kjo është me kamera Akteon është nga 2.20, nga që është versioni Performance, frenat i ka Brembo, shumë të mira, kanë pas qenë kritiku në fakt për frenat më përpara, po kjo i ka të mira. Këto door handle-at i ka pak më ndryshe. Ky facelifti është me dopjo xham, ndryshe nga versionet e tjera. E redukto pak zhurmën. Të tjera s'kan qenë keq, po këtu është pak më mirë. Po prap, nga që është makinë elektrike, vihet re çdo lloj zhurme. Shojmë mrapa sa hapësirë ka. Problemi këtu mrapa, vend ke për kokën, edhe pse është panoramike, ke hapësirë. Edhe për komët s'është keq, po sedilja është shumë e ulme. Edhe duhet rish në pozicion kështu. Nuk i fut do të komët poshtë ose që t'i shtrish. Se është shumë poshtë si sedile, duhet ishte pak më lartë, po nga që ka baterit poshtë, se kanë vu dhe këte poshtë, se këtu s'ka në mes, as i gjo. Nuk është se është super hashmë për rrugë gjatë, është shumë poshtë, duhet ishte pak më lartë. Bagazhi elektrik normal, i bollshëm, është i thellë, ka hapësirë, shtrihen dhe sedilet, po hapjen e ka pak si të vogël. Se nuk është hatchback, hapet si këto, makinat e thjeshta, me bagazh nuk hapet komplet. Këto kinezët tash janë gjitha me masazhe, me zero gravity, me lloj opsionesh, kanë hec pak më shumë, po kjo s'është keq. Si kualitet, tu materialet mira kanë përdor, këtu pjesë druni, që si e kanë super gjendje, po tu kanë alkantara me qepje. Audion edhe pse duket sigur është bazike, ka 2 subwoofera edhe është shumë e mirë, dhe shohim pak në video. Dhe dera i hapet kështu. Shumë minimaliste. Po i ka këto alkantara, këtu qepjet tej, për ta hape ke këtu butonin, këtu kur s'ka bateri është kjo manualja. Timoni shumë i thjeshtë, shumë minimalist, veç të 2 rrotullat ka që përdoren edhe si butona. 8 marshit e ka si të bencit, në fillim ato Model S kanë pas komplet bencit, i llojit të njëjtën. Air ventin komplet, s'ka head-up display, lartë është komplet panoramike, komplet xham, nuk është si mbyllet, ajo thjesht erësohet kjo. Wireless charging këtu, puna është çdo gjë e kontrollon nga këtu. Sedilet me ngroje, dritat, self-driving që është me abonim për ta çu chill, sport, si e do timonin, auto hold me roll, me creep, si dush i ke gjitha këto. Tesla e krijoi këtë lloj si iPad këtu edhe e morën gjithë të tjerat pastaj. Çfarë s'pëlqen mua është që edhe glove boxing këtu e hap me buton. Timonin për ta lëviz duhet me lëviz me butonat këtu. Jo se është zor, po do shumë. Për të shku te këto timonin me ngroje, këto gjitha gjona duhet me shku këtu. Nuk ke butona fizik që t'i kesh direkt, edhe nuk është se më pëlqen shumë kjo si gjë. Ke cup holders atu, ke hapësirë këtu goxha para. Është e mirë, minimaliste, po jo për të gjithë. Tash do dalim i xhiro me Tesla Model 3 Performance. Do flasim edhe me Joelin, që e ka këtë Teslën, çfarë eksperiencë ka me te, edhe
Si ka shku deri tash? Jo se ka shumë kohë që e ke morë, apo sa Po, kohë ke? një muaj kam që e ka morë. Një muaj ke që ke morë dhe mu më thej, është makina më mirë elektrike që kom provu në herë, se ti ke provu shumë makina elektrike. Po, sot është makina më fort. Po qatë shtyu me morë këta? Më para kam pas Tesla Model 3 standardin, ka qenë shumë e fort, makina amortizim. E para që më ka pëlqyer Tesla ka qenë të range që nuk e njente të range i bote kilometrat kokë. Dhe që më shtyu këtë ishte vetëm performanca, shpejtësia, domethënë tërheqja. Sa shpejt i kap. Shumë e shpejt. Qoftë se për shembull ke këto makinat kineze që thon 700 kuaj fuqi, nuk e kanë 500 kuaj fuqish në shpejtësinë e kësaj, performancën e kësaj. Do thonë ti në eksperiencën tallë të kështu 500 që e kësaj, sa ka kjo? 520? 520 është sa 800 që nuk qishë e Kinës. Po range-ën thu nuk i bje, është rallë, se unë kom ngjarje MG, ajo normale. ina sajtimës si ze besë shumë se. Normal. Në ngjarje normale, domethënë 90-100 deri në 110 me gjithë kondicioner ndez, i bo kilometrat ai sa thotë dhe biles ka rasti që mund të bëjë edhe më shumë se të nxjerr në ekran. Ta ajo ime, diku e veri unë që i bje, kur kaloj 70 milje e lartë në orë, të 113 km e lartë. Kur esë më shumë, e Po, shoh kjo që i deri bje. te 110 e ka që ecë normal. Pastaj i bje që. Po. Vazhdoj rëzo. Po, kurse në trafike kështu ashtu janë mirë të pastaj. Po, qofse e man chill, modalitetin chill, që është njësoj si komfortin makinat e tjera, është goxha lart. Edhe në kthesa është mirë shumë. Qa goma që ke? Michelin, po. Kanë edhe këtë kontrolin e stabilitetit mirë, ka s'postu në herë, ka hik në herë. Jo, asnjëherë. Po pra, kanë shumë mirë. Shumë ti e 63 i dalim targat në këti përpara. Po, qofse 63 fabrika i po. Që se s'është, po e po. Po si shumë ngjitë si pas ka vumë duket se s'qeka. Nuk është, se ka katematikun aty 250 naftë më duket. S'qeka as 63. Po te kjo mirë edhe këto frenat që janë rregullu. Po. Dhe regenerimi ndihmon shumë. Po. Frenim. S'bon, po nuk bën me ndru në herë ferrotat të këto. Jo, edhe nga fabrika kanë 120.000 kilometra me ndrim ferrotash. Shumë rrallë. Shumë e shpejt është. Sa metra bon vajti 160? Shumë e shpejt. Po shumë minimaliste si kabinë është. Ajo është që duket shumë e thatë makina me nga. Po këto performance, këto janë edhe në handling. Shumë precize. Po pra. So është me këto elektriket, ke këtë instant gazin direkt. Shumë e shpejt. Po, arrin shpejtësi të madhe dhe për kohë të shkurtër. Edhe kur hyp të tjerat pastaj e kupto Ku ka qenë? Po pra, po e kupto diferencën shumë se duhet me Normal. bo zbritje marshi, ose nëse është me turbo duhet mu spull, mu rrotullu ato turbot, mu fut në Po, boost. ka turbolikun. Po, kurse këto direkt Tesla ka ndryshu. Në botën e makina elektrike kjo ka bo revolucionin. Mos ishte Tesla, nuk do ishin as to byda të këto tjera. Po është shumë kollaj për me morë gjoba shpejtësia me këto. As se dallo, as... Po këtë regenin e le vetë si dush se sa të Po, fortë. unë e kam lënë maksimum sepse jam mësuar me këto boviti 3 që i përdor. Duhet që morëm gjobë. Jo. Afu? Po. 120? Sa është? Po, boni foto e. është 80. Kështë në qëllu ne, unë të rrugë e bëj shpesh. Ta që po ta dëgjosh punon dhe ventilatorë që bën gojen për performancën maksimale. Këtu po të shikosh ke temperaturë gomave, të baterisë, Po, po, motorave, edhe të frenave. Gati 1G kur i dham Po, gaz atje kështu si lanç. Ty s'ka me provu ndimër fort këte, se edhe i bje, edhe kur është ftohti që kjo. mund t'i bi me 2 ose 3 kilometra. Aq pak e? Ja. Në range flasim. Në range, atësa MG-s time, tash që është ngrof koha, ja ka shtu goxha. Po këto nuk e kanë shumë, këta e kanë standardat e range, si në të ngrohtë, si në të ftohtë. Nuk është se e kanë atë dallimin e madh. Po kjo është edhe me heat pump kjo. Po. Kjo e kësaj, edhe nuk të hargjosh shumë kur përdor dhe kondicionerin, ato të parat kanë pas e hargjoshin range-in shumë. Po se s'kan pas heat pump. Po.
Këto filmojnë edhe kur e ketë parkuar më duket ato Po, kamera. Sentry Mode. Ka dashkamin vet nga fabrika, ti monton një USB, regjistron gjithkohë dhe në momentet që ti për shembull të ketë bësh një frenim të fortë ose ka pa diçka që ka qenë e fortë ose një frenim emergjent, ta ruan dhe ta shfaq telefon direkt aty në aplikacion Teslas. Se të është bëj çik problem me këto elektriket. Makinat tradicionale na mësu me ndru modelin, herën 3-4 vjet mi bë facelift, edhe një 6-7 vjet shkoi model. Për shembull kjo 204 Po, është bë nga 2007 deri në 2012, 2013. Ka pas faceliftin. Po. Kurse këto elektriket çdo vit nxjerrin jo update jo gjona të reja. Po stabil shumë kthesa. Tjep konfidencë. Po, Nuk je me frikë, nuk je me frikë, po pra. Nuk ke frikë që jo. Ta jep atë siguri. Po pra, që ti shumë për siguri, shembull shumë siguri. 10 minuta çerkore ke që po e jep që po e njeh si makinë dhe prap Po, ta t'jep krijon siguri ato. kjo, t'jep konfidencë, mi dhon gaz, mu fut në kthesa. Po, është vërtet. Me thonë drejtën, e shpejt goxha, ka shumë akselerim të fortë. Si makinë elektrike që është, ke gjithë fuqinë direkt në momentin që jep gaz edhe normal e ke torkun direkt edhe në shtet mas në diles, shko gati i G, ajo forca, mrapsh, se ta jep aty, ta mata e me G-meter. Edhe në kthesa shumë e mirë, t'jep konfidencë, mësohesh direkt me këto, është shumë kollaj për të mësue, shumë e shkallë, e ke direkt fuqinë. E ke në dorë. Unë nuk është se jam fans i modh i makinave elektrike, po për përditshmëri në Tiranë për shembull janë zgjidhje e mirë. Se konsumin në trafik ka minimal fare, ai ka riko. Edhe këto Teslat edhe këtë range-in e kanë shumë realistik. Ka lëllë që të thonë letër 700 km autonomi, po normal që si bë. Kurse kjo ato që thot ato i bë. Rendimentin e ka pak më të lartë se të tjerat, më thonë në shef sa kilowatt harxho për kilometrat që bë dhe në teste ka më mirë se tjerat. Të shi prap në lidhe me çmimin, këto opsionet kineze që i merr të reja, nga që e kanë të doganën zero, prap mbeten më intriguese edhe për vete më mirë mori të thjesht nga ato që është e re se sa Teslën. Paktën në Shqipëri, se nuk është se kena dealer të autorizum Teslas. Ma marrë të përdor me të pagush goxha dogan, kështu që se di. Më thoni ju, qa menimi keni si ju duket kjo Tesla Model 3 Performance? A do e kishit marrë për ta përdor një Model 3 të përdor, apo do e kishit blej naj Buda, naj nga këto Zikra, që janë këto tjerat, lloj që janë bo shumë të ashit përdorme. Qa do kishit bo? Në qoftë se s'keni bo subscribe, boni follow në Instagram, TikTok, edhe shkarkoni aplikacionin Alcars për të pa makinat që doni me blej, për të postu ato që doni me shit. Shpresoj të ketë pëlqyer video, shifeve në videon radhës. Ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.